Se si ikin javët kështu nuk kuptojnë, po kështu është kur punon me veten, nuk e ndjen ditën. Rrjedh si ujë çdo gjë. Sot është një javë shumë e mirë për janar, për çakra do flasim sot. Ne jemi këtu për të bërë meditimin, takimin ton të radhës. Nuk kemi vendosur akoma video në YouTube, si që thash u bllokuar për atë çështjen që vendosëm për gjinin dhe u hap si përfundim. Tani kemi përsëri lidhjen drejt për drejt së bashku dhe do fillojmë të vendosim dhe video që vendosim për meditim. Sot do flasim për çakrat. Çakrat janë pjesa më e rëndësishme e trupit ton, nga ajo varen të gjitha. Do me thënë, nëse ne kemi një nga çakrat të bllokuara, ajo na sëmur, ajo na sjell gjëra që ne nuk i kemi të begata në jetën tonë. Ne kemi 7 çakra. Çakrat nuk i shikojmë faktikisht, por ne shqiptarët vërtet është diçka e re, se nuk i kemi ditur që janë çakrat, po janë 7 pikat e trupit. Do me thënë, njeriu ndal në 12 pjesë, 7 pjesë i ka trupi. Pra, 7 ngjyra dhe janë 7 ngjyra. Pjesa e mitës është e kuqe, pjesa e emocioneve është portokalle, e stomakut është e verdhë, e zemrës është jeshile, e grytës është boqelli, kjo këtu është roz manushaqe dhe kjo këtu është vetëm manushaqe. Dhe gjithë këto 7 përbëjnë aurën tonë. Sipas çbllokimit të çakrave, ngjyra e aurës tonë është më e mirë, ngjyra e aurës tonë është më e bardhë dhe mbrojtja është më e madhe. Pra, bllokimi i çakrave sjell sëmundje, sjell gjëra jo të mira dhe kjo vjen nga mendimet negative. Pra, të gjitha vijnë nga mendimet negative. Ne, trupi jonë nuk është ndërtuar nga Zoti që të jemi negativ. Trupi jonë është ndërtuar të jemi pozitiv. Imagjinoni nga mënyra se si jemi rritur, neve kemi transmetuar, si thuash, gjërat që kanë kaluar prindrit dhe normalisht gjyshi stërgjyshin, nëse prindrit nuk kanë punuar me të. Pra, ne në trupin ton kemi kaluar të gjitha ato që kanë kaluar prindrit tanë. Jo sëmundjet, se ngatrohet, thonë që të gjitha janë të trashëguara sëmundjet. Nuk janë të trashëguara sëmundjet, është sjellja që shikojmë ne nga prindrit e trashëguar. Pra, ne çdo që shikojmë, atë adoptojmë, sepse neve marrim pamje. Jemi shumë individual, do të thënë, imagjinojmë, e futim në këtë dhe futet në ndërgjegjjen tonë. Prandaj, syri i tretë duhet jetë i kujdesshëm se çfarë shikon. Prandaj programe televizive që ju shikoni më të shumti, gjërat negative që ne shikojmë, gjërat jo me nivel në televizionet, media nuk është rastësisht. Kam punuar në media, di shumë mirë çfarë është media. Media është një nga dritaret më shkatruese në ndërgjegjes së njeriu. Në qoftë se më përpara njerëzit ishin në errësirë, në thonjza, sepse akoma njeriu nuk dinte informacion i jo të nevojshëm, dhe shumë negativ dhe shumë pa nivel, në kuptimin që nuk të mëson diçka pozitive, ajo të sjell ty në ndërgjegjen tënde pengesa. Pra ti, me pak fjalë pa e kuptuar, dëmton në ndërgjegjen tënde. Dhe njëkohësisht, dëmton dhe në ndërgjegjen e fëmijës tënde, sepse ti këtë ndërgjegje e merr me vete, e vetë një parasysh që ne marrim në kohën që ne kalojmë në dimensionin tjetër, që quhet degje, në anën njerëzore, është në ndërgjegje. Pra imagjinoni sa e rëndësishme është në ndërgjegje e një njeriu, pak fjalë elita që kontrollon njerëzimin, e di shumë mirë këtë. Dhe prandaj ka emisione dhe bllokohen, si mua që më bllokua një muaj ky podcasti, ta dini të gjithë, bllokua se fola për gjinin mashkullore dhe gjinin femëror. Pra, nuk thash asnjë gjë, po të shikoni video në YouTube, nuk ka asnjë gjë negative aty fare, nuk shava njeri, sepse nuk është në karakterin tim, po kur mëson ligjet e universit dhe kur mëson që janë çakra, nuk e bën dot këtë, sepse e di
shumë mirë cilët janë përgjegjësitë ndaj vetes tënde. Dhe gjithmonë flet me shumë delikatesë për njerëzit dhe për shpirtrat dhe për çdo njeri, sepse ato kthehen ndaj teje. Ndaj quhet karma. Çdo gjë që flet të rikthehet, çdo gjë që thua të bëhet. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm me emisionet që shikojmë në televizion. Tip Big Brother, tip Përputhen, tip këto, nuk janë emisione që ju duhet i ndihni, më falni që ua them. Po kjo është një dashurim e imja ndaj jush. O s'ka gjë, më thot një mikesha ime që bën meditim me mua. Unë i vendos mbrapa dhe i dëgjoj jo. Në ndërgjegje dëgjon edhe në gjumë kur flem. Pra, nuk duhet ja bëni këtë vetes tuaj, por në qoftë se vërtet e doni veten, po në qoftë se doni të punoni me veten tuaj. Në vend të asaj mund të bëni një ushtrim, bëni një meditim, mund të lexoni një libër të bukur, mund të shkoni te një mikeshe juaja. Më mirë qëndroni në heshtje, se te heshtja do mësoni shumë gjëra, se sa të dëgjoni diçka jo me nivel, diçka që s'ka vlerë, dhe t'ja vendosni trupit tuaj, mendjes tuaj, në ndërgjegjes tuaj. Atëherë bllokohen çakrat. Për shembull, kur bllokohet çakra e parë, çakra që nuk je një me tokën, nuk të vinë mirë lekët. Pra, ana ekonomike nuk është e begat. Ana ekonomike nuk është e çbllokkuar, sepse ti nuk je atë që quhet e tokëzuar me tokën. Nuk je një me tokën, je si në ajër. Dhe besoj se ju shumë njerëz e kanë këtë ndjesi. Shqipëria ka shumë të theksuar sepse ka kaluar një post-komunizëm, ka qenë një dhunë të vazhdueshme, psikologjike, mendore. Normalisht pas 30 vjetësh vazhdon kjo dhuna psikologjike mendore, duke përbatizuar veten me gjëra negative. Edhe materializmi është futur shumë në jetën e njeriu, domethënë njeriu i suksesshëm quhet ai që paguhet, nuk quhet ai që ka vlerë. Por më besoni, njeriu i suksesshëm në jetë është i dituri. I dituri nuk i ikën asnjëherë vlera, nuk ka ulje dhe ngritje të çmimit. Ka rëndësi që thonë amerikanët që nuk paguhet. Pra, dituria është suksesi, ecëm në çdo kohë, si të zhbllokojmë çakrën e parë. Po do t'u flas për të gjitha. Çakrat janë shumë të vështira të zhbllokohen, më besoni. Dhe unë që merrem me meditim shumë vite, shumë herë i bllokohem nga njerëzit që merren me mua, mësimet që jap, pra duhet shumë punë që të zhbllokohen çakrat. Çakrat bllokohen, siç e thash, nga mënyra e të dëgjuarit në ndërgjegjes. Pra, bllokohesh sepse nuk je një me natyrën. Patjetër që ti duhet bësh të paktën për çakrën e parë, duhet të ndjesh veten si kur je një me tokën. Pra një meditim që bëhet për të qenë një me tokën, që pastron atë pjesë, vetvetiu. Dhe ekziston dhe një meditim që unë e kam zbritur, po akoma nuk e kam hedhur, është e fortë në fakt, që transmeton çakrat. Është energjia e manushaqjes quhet kjo, që ka sjell Saint Germain. Ajo pastron gjithë çakrat pa e kuptuar ti fare. Thjesht duke dëgjuar atë që thot tjetri, bëhesh një me atë dhe çakrat pastrohen. Është shumë i fortë si meditim, është i thjesht, por nuk e kam zbritur në Shqip, nuk është, dhe në Amerikë është shumë i rrallë dhe nuk është shumë i vënë mirë, sepse nuk e di pse, arsye nuk e di, sinqerisht nuk e di. Por në mësimet e mia që bëj unë, quhet një nga meditimet më të forta, sepse Saint Germain ju lut Zotit i universit, sido që ta qoni juve, që të jepte një meditim që njerëzit nuk do shikonin traumat e tyre, sepse ndaj njerëzit nuk futen në meditimet forta, sepse me të vërtet shikojnë traumat që kanë aty dhe nuk i përballen dot. Është e vështirë që ti t'i falësh ato gjëra që ke kaluar. Prandaj është e vështirë që njeriu të merret me vete. Kam një meditim për çakra që është shumë i mirë action, por po bëjmë dhe një meditim tjetër që do ta regjistroj unë këtë javë. Këto meditime të janë për shpesh. Meditimi nuk është e bëra sot dhe mbarova.
Meditimi është ditë për ditë, si kafen që pi, si një ecje që bën njeriu. Pse? Sepse duhet meditimi. Meditimi është pastrimi. Ti për shembull si shtëpinë, nëse bëre pis, duhet ta pastrosh. Pra, nëse ti mediton, i pastron mendjen, pastron, qetësohesh, vjen te paqja e brendshme. Dhe kjo të vjen të shikosh më qartë. Kjo të vjen të shërohesh brenda. Edhe është shumë e rëndësishme njeriu të meditojë. Nuk mund t'i shmangesh. Është pjesë e jotja, nuk është modë, nuk është për të rregulluar diçka. Është si ti pi një kafe, një gotë ujë. Pra meditimi është shumë i nevojshëm sepse të sjell një pastrim të mendjes, një pastrim të çakrave. Dhe sa më shpesh ta bësh atë, aq më shumë është, sepse çakrat dhe ti hapësh, ato bllokojnë përsëri. Është si shtëpia jote. Nëse ti e lësh shtëpinë pa pastruar, imagjino se çfarë mund të ndodhë me shtëpinë tënde. E njëjta gjë është dhe me njeriu që nuk mediton, që mbledh dhe pastaj dorëzohet. Kto janë çakrat. Ky është mënyra që mund të ta shpjegoj disi që ta kuptojnë, që ne merremi me to. Pse? Sepse duke qëndruar me qetësinë tonë, veten tonë, ne kemi filluar të duhem vete. Pra ti i e prioritet vetes. Nuk e ke mendjen ose më prish gjella për dikë, ose një mashkull tjetër, do shkoj të bëj një lojë me shokët. Pra nëse ti do të vërtet të ndryshoj jeta, nëse ti vërtet do që çdo gjë rreth te jetë ketë vlerën e duhur, duhet t'i japësh ti i pari këtë vlerë vetes. Dhe ne shqiptarët nuk ja kemi dhënë vlerën vetes. Sa herë thua ti, po si ja dija vlerën vetes time. Dhe unë e kam qenë para unë që nuk ja di vlerën. Dhe arsyeja është se nuk është e trashëguar, janë të bllokuara këto gjëra. Prandaj siç e thash dhe më përpara, emisionet që ju trajtojnë mendjen, trupin dhe në ndërgjegjen, lajmet se çfarë do ndodhi, ç'është për të ndodhur do të ndodhë, nuk shpëton njerëzimin se e dite, nuk është dituri ajo gjë, ajo është shpërqendrim. Ata u shpërqendrojnë nga vetvetja. Nuk u zgjidhin problemet, u bëjnë temën. Janë për temë. Ti vihesh në përqendrimin e një teme. Nuk vihesh në përqendrimin e dashurisë për veten tënde, edhe familjen tënde. Të paktën grupi që jemi ne bashkë. U a them dhe ju vendosni çfarë do bëni. Në vend që të trajtoni mendjen tuaj, trupin tuaj, në ndërgjegjen tuaj, merruni të dashuroni veten tuaj. Meditoni, shkoni në ushtrime, nëse nuk jeni lek, bëni ushtrime vetë. Ka shumë programe online njerëz që japin emisione falas. Lexoni një libër që ja flen, bëni një gjë të mirë sot. Më mirë shkoni ndihmoni një plak në lagjen tuaj, më mirë ndihmoni një fëmijë, merruni me lulet, merruni me baçet, kush ka baçe. Dhe të gjitha këto ndërtoni një dashuri që keni tuaj, një hobi tuaj, që ndisni bëni. Të gjitha këto do t'u bëjnë juve më të bekat dhe më të ditur. Dhe atëhera e do shikoni vërtet se sa në dorë kemi ne jetën, nuk në ka jetën tonë. Sqarova disi çakra, do flasim përsëri. Çakra e parë kur bllokohet është ajo e para, siç u thash, nanomateriale. Kur bllokohet në sëmundje kemi probleme me mitrën, me prostatin në ana mashkullore, edhe me anën seksuale, po e them për të dy nuk janë të përqendruar. Pjesa e dytë kur bllokohet çakra e emocioneve, e barkut, e që më të shumtit e njerëzve kanë barkun të fryrë, është emocionet të mbledhura. Kur emocionet të mbledhura, të pashkarkuara. Kur mblidhen emocionet, ke dhimbje të pjesës së barkut dhe bllokon stomakun, që është pjesa më kryesore në pjesën e poshtme. 95% e shqiptarëve u dëm stomaku. Dhe nuk më gënjen dot njeri, sepse isha në Shqipëri e pash. Shikoj çakrat e njerëzve, njerëzit që meditojnë shikojnë njerëzit, aurat e tyre. Dhe një 95% kudo që shikoja të stomaku. Pra, stomaku është ajo që
Edhe pse jemi në një vend me diell, që normalisht nuk duhet ta ndihmte, sepse vendi me diell është ajo që lidhet me stomakun, por mënyra që ham keq, mënyra se si çohemi në mëngjes, pim cigare, pim kafe, ose mënyra me vrap që çohemi, nuk japim kohë vetes, stomaku dëmtohet, fillon një dëmtim i tij. Duhet të çosh në mëngjes, duhet të bekosh ditën, të thash faleminderit si meshkujt, si femrat. Është shumë e nevojshme kjo gjë. Dhe pastaj të drejtosh ditën, pastaj të hash një mëngjes të lehtë, një smoothie, një lëng portokalli. Jo të fillosh me kafen, ose me ujë, duhet të filloni me një ujë. Dhe pastaj stomaku tregon ulçën, që më të shumë ti të vuajnë, kur tha stomakun është e gjitha kjo pjesë e ulçërës, ato janë të bllokuara, të gjitha sëmundjet vijnë nga çakra. Të gjitha sëmundjet vijnë nga çakra. Pastaj vjen zemra. Zemra është e bllokuar ku njerëzit i marrin gjërat personale. Kam qenë vetë e tillë, kam vuajtur nga zemra, kam shëruar zemrën. Pra gjërat personale, një njeri të thot diçka dhe ti merr dhe e bën tënden, ajo është e tia. Këto nuk i kemi pas mësuar dhe s'është faji jonë. Prandaj sot jetojmë në botën e internetit që ky informacion të thithet, të jetë i mirë, të rregullohet jeta e njeriu, të rregullojmë jetën tonë, jetën e fëmijëve tanë. Dhe pastaj të shkon te kryka që është këtu, që bllokohen të gjithë njerëzit që kanë tiroid, ose ajo është çakra që kanë thënë gjëra gënjeshtra, ose kanë folë më shumë se ç'duhet, ose nuk kanë folë. Kanë mbajtur gjërat për brenda. Janë 3 gjëra. Syri i tretë pastaj bllokohet sepse intuita. Syri i tretë është dhimbje kokës, është migrenat, janë ato, intuita është bllokuar komplet sepse çakrat të gjitha janë këto bllokuar. Intuita e Zotit, ajo që ti shikon para se të tjerat të ndodhin. Ose ti shikosh gjërat në kohë reale. Njerëz si mësuesi im që kam unë ka të hapur 24 orë syrin e tretë. Kurse unë e hape mbyll, nuk hape dot kollaj, akoma, duhet pastruar shumë gjëra. Dhe kjo pjesa këtu është e sheshtë, pjesa që vjen drita nga Zoti. Ua kam treguar një video, nuk e di a do mund të tregoj përsëri, një sekond, është kjo, jemi kështu, pra ne jemi këta. Kur arri në pjesën e lartë të vetes, të vjen drita fiksi kjo, ne jemi kjo poshtë dhe ajo pjesa lartë është Zoti që na vjen 100% drita, 100% 24 orë dhe ne bëhemi kjo ngjyra manushaqe që të mbron dhe brenda jemi nga brenda kur arrin trupi njeriu që bëhet i artë, atëherë arrihet me Zotin. Kjo e kanë arritur mësuesat të mëdhenj, nuk jemi arritur neve, të jenë të artë si Krishti, si Buddha, këta arritën këtë gjë, e çdo njeri mund të arrijë, nuk është e paarritshme. Mjafton që të merremi me veten, mjafton që të duam veten, dhe diturinë e kemi të gjithë brenda, edhe unë atë që u bëj juve, unë thjesht u rikujtoj kush jeni, nuk bëj asgjë më shumë, nuk jam ajo që u drejtoj juve, unë jam ajo që drejtojmë njëri tjetrin së bashku. Disi u kam sqaruar, po do flas përsëri, pyetjen më dërgoni pyetje, u a them se unë përgjigjem çdo njeriu. Këtë që bëj e bëj me shumë dashuri, siç e kam thënë, ikën në Amerikë, ka ikur për anën shpirtërore, nuk kam ikur për anën materiale. Anën materiale kisha arritur në Europë, nuk ose kam arritur në Amerikë anën materiale. Asë ëndrrën amerikane që i quajnë njerëzit, arrita ëndrrën shpirtërore, atë që të bëjmë një me friden, të gjej friden, njëkohësisht, edhe pse ishte për të hapur atë podcastin amerikan që akoma ka bërë kohën e vet, është sepse Zoti do më përpara të merrem me shqiptarët. Pra, është një lidhje drejt për drejt e imja me rrënjët e mia të vendit tim. Edhe këtë periudhë që isha në Shqipëri, që isha një javë, energjia prandaj nuk dola, më la të bëja meditim për vendin tim. Pra, 3-4 orë në mëngjes unë isha përkushtuar totalisht në meditim për Shqipërinë. Totalisht, kur u them totalisht. Dhe sa më shumë të rritemi, sa më shumë shqiptarë të kemi të ditur, ne aq më mirë
më të fortë bëhemi dhe s'kemi nevojë më për udhëheqje, s'kemi nevojë më për qeveri, sepse vetvetiu dhe shqiptari e ka në gen të jetë udhëheqësi vetes. Po ta shikoni, gjithë duam të jemi pronar, të gjithë duhet të jemi udhëheqës. Kjo nuk është gjë e keqe, nuk ka qenë gjë e keqe. Ka qenë gjëja më e mirë që kemi pasur, sepse diku, disi, nuk e di se si, në genin ton kemi ditur që të jesh zoti vetes brenda është gjëja më e mirë. E kemi ditur, po na u harrua me mënyrat që ndodhëm, që paguam ato që kemi kaluar, që na bën më të fortë, që na bën më të mirë. Dhe tani është koha e këtij pastrimi, të njëri tjetri me njëri tjetri, duke ulur tani në këtë moment 15 minuta së bashku do t'u drejtoj të pastroni çakrat dhe të më thoni në fund si ndjeni. Pra, merrni një pozicion të rehatshëm, siç e kam thënë, meditimi do rehat. Dhe sepse frymarrja është jeta, frymarrja është gjithçka. Në klasat e meditimit tim e quaj njeriu kur kontrollon frymarrjen, kontrollon gjithçka. Të jesh një me Atin, të jesh një me qetësinë, të jesh një me Zotin, dhe aty gjën përgjigje se cili vet nuk ka nevojë t'i tregoj tjetri se kush është. E gjën vetiu. Dhe sot këtë do bëjmë, pra do pastrojmë të 7 çakra dhe dua të më thoni si jeni ndjerë të gjithë mbas këtij 15-20 minuta që do t'i përkushtojmë. Pozicioni i drejt për drejt i juaj, gjithmonë mbyllni syt. Mbyllja e syrit është rishikimi i brendshëm i juaj. Se mbyllen syt në meditim? Mbyllen syt në meditim për të parë me syrin e brendshëm veten. Pra rikthehesh te vetja. Me këtë mënyrë ti përshëndrohesh te gjithë trupi jot. Shiko për herë të parë aurën tënde. Se ke bërë ndonjëherë. Mos jep mendim, thjesht vëzhgoje. Ky meditim është një meditim i bukur, i ardhur sot në mëngjes, enkas për ju. Unë nuk para përgatitem, unë lë Zotin çdo herë të jetë total autentik me ju. Përshëndrohuni tek pjesa e poshtme, pra te pjesa e anës seksuale, lidhje me këmbën. Imagjinoni aty një ngjyrë të kuqe. Te vëzhgojeni se a lëviz apo jo. Thjesht vëzhgim sot të çakrave. Merrni frymën dhe nxirrini jashtë. Në qoftë se ndjeni një dhimbje apo diçka, thjesht vëzhgojeni. Mos bëni asgjë. Me këtë thoni jam një me tokën brenda vetes tuaj. Dhe imagjinoni veten një të gëzuar me tokë.
frymëtheu. Qireni jashtë dhe shkoni tek pjesa e barkut. Imagjinoni një ngjyrë portokallë. Mos bëni asgjë, thjesht vëzhgojeni. Çdo emocion që vjen, mos ikni me ta. Thjesht vëzhgojeni, jepni dashuri asaj. Dhe thuaj fjalën, unë di gjithçka. Beni frymëtheu. Qireni jashtë. Shkoni tek stomaku. Stomaku është një ngjyrë e verë si dielli. Imagjinoni këtë ngjyrë. Qofse u vjen dhimbje, mos shkoni me ta. Të tre chakrat imagjinoni, një kuqe, një portokall, një verë. Dhe me këtë ndjesi kaq të bukur, bani frymëtheu dhe shkoni tek zemra. Zemra është në mes. Ngjyra jeshile. Prandaj kur shikojmë pyje me ngjyrë jeshile, ne qetësohemi, na pëlqen shumë. Se bëhet një me zemra. Zemra është fuqia më e madhe, është frekuencia më e lartë. Po hap çakra e zemrës si hap të gjitha. Do përqendrohemi disi më shumë. Imagjinoni ngjyrën jeshile. Të ndjenjë një mirënjohje të paparë për veten dhe për gjithçka rreth jush.
fymë nxirreni jashtë. Shkoni te çakra e krykës, që është ngjyrë po qielli, qëndroni aty me shikimin tuaj. Bashkoheni. Unë shpreh thuaj vetes tënde. Merrni frymën, nxirreni jashtë. Përqendrohuni te syri i tretë. Syri midis ballit. Lëreni ta shikoni, bashkoheni. Çdo ngjyrë që të vjen pranojeni. Mos ecni me të, thjesht bashkoheni. Unë shikoj gjithçka përreth meje në mënyrë të qartë. Ja thoni syrit aty. Merrni frymën, nxirreni jashtë. E tani qëndroni një me energjinë e lartë. Pra imagjinoni veten nga lart deri tek çakra e parë në lidhje me tokën. Sigurini një energji vjen lart, një energji poshtë. Zemra është ajo që e pranon. Qëndroni në këtë energji derisa të them bashkoheni. Mos ecni me asnjë mendim.
Me një frymëta. Vash, kthehuni mbrapsh. Duke u rikthyer te trupi, tek gishtat. Ishte një meditim shumë i bukur që nuk më la të kisha gërgje, do të thotë që ishi të përqendruar disi, nuk e di si u ndjet ju. Eugjena Lëlla, faleminderit edhe ne, faleminderit Krasniqi. Tella Trahana është një grua që do të ftoj në podcast. Tella është një grua madhërisht e bukur, e kam njohur rastësisht, e të përshëndes. Bën Tranën më të mirë në New York. Më falni, u merr dhe juve në Shqipëri, sorry. E dua shumë Tranën e Tellës. Faleminderit Krasniqi, faleminderit Glita, faleminderit. Ky meditim e më thoni si u ndjet, si ishte. Faleminderit Kolla, shpresa tani nëse erdhët. Ishte një grup i madh sot. U rit grupi, është gjë e bukur. Dhe kjo është më bën të ndihem mirë. Nuk e di si u ndjet secili nga ju. U pastruan disi. Ndjeni një hapje të vetes tuaj, një hapje pozitive brenda. Po të ka arë një lejlaja në fund, digjar, do të thotë që më falt, jeni të sjedhur nga Zoti. Po. Ndjeve. Sa mirë. Pra ka ca gërqa aty Glida që duhen pastruar. Po për çaka shumë kam nevojë të pastroj. Po. Gjyra jesh edhe u vjen shumë shqiptarëve, sepse shqiptarët kanë zemër të bukur. Edhe prandaj i marrim gjërat personale. Ja zemrën e bukur që kem. Prandaj duhet pastruar, duhet ja dim vlerën vetes. Siç e thash edhe në fillim, më ka shumë gjyri maj 3 ditë edhe ndjej shumë rilis emocion nga. Po. Kur na dhemin gjunjët, janë mbledhur emocione. Kam ditë që më del në meditimet e futut. Faleminderit. Shumë bukur, Besnika, shumë bukur që të gjitha këto faleminderit edhe të Keynesën. Ne jemi njësoj. Fjalën nuk them unë më tani. Kur më thonë që je njeri bukur, them kështu je edhe ti, se njeriu shikon atë që është ai, nuk shikon atë që është vetë. Pra, atë që kemi jashtë është ajo që jemi në brenda. Të dhëm çik në fillim derisa ta kuptosh, po pastaj e kupton dhe e rregullon. Është një nga ditët e bukura të mia, e mërkura e mëngjesit, sa më jep shumë frymëzim, më jep shumë dashuri. Dhe jeni ju atë që bëni këtë jon. Unë ju falenderoj nga zemra që keni besuar. Në këtë 30 minutë, gati 1 orë që po afrojmë, ne do të arrisim, do të bëjmë më të madhe. Mendoj se meditimi është do të jetë falas. I vetmja gjë që ne të vazhdojmë falas është YouTube-in ton ta çojmë, që t'ja marrim YouTube-it, mos t'ja marrim njëri tjetrit. Kështu kam vendosur unë, që YouTube-in të arrim 1 milion edhe që të kemi çdo ditë falas dhe pastaj të hapim një qendër së bashku. Falas në vendin tonë, që të vinë njerëzit të meditojnë dhe të shërbejmë njëri tjetrit. Sa më shumë të shikojmë shqiptarë që janë të ditur, ne do jemi më të mirë. Po, është sa ne transmetoj atë që jemi brenda. Ishte e vështirë derisa e kuptova, më dhëmbi, nuk u afsha. Por është e vërtet. Amin për shpirit dhe trupit. Është një periudhë begat për shqiptarët. Mos u demoralizoni. Vetëm mos shikoni shumë Big Brother e më përputhen, ju lutem. Edhe jo politik shumë. Të gjithë janë atje loj shahu,
por më besoni nëse ngcohet energjia e shqiptarëve të secilit dhe ne do kemi zgjidhje më të begata në të vendin tonë, sepse Zoti do të vijë aty tek ne. Prandaj ne lidhemi me Zotin. Prandaj është meditimi i bukur, lutja vetë ti te Zoti, kurse kur mediton vjen Zoti tek ti. Shumë i bën kastingi. Më falë që e them këtë, se unë nuk paraflas për këto gjëra, po e pash si të nevojshme që sa dëm i bëjmë, dhe është e drejta ime ta them që ju të dini pastan të zgjidhni. Dhe aq më tepër nga një person që ka punuar në media 20 vjet si puna ime. Pra, zë më shumë vënd, s'kemi kohë dhe të duam. E bukur është dhe kjo. Më mirë mos kesh kohë. Thjesht vetëm për gjëra të bukura. Grupi që jeni këtu e di unë, sepse derisa u ka sjell Zoti këtu, do të thotë që ju jeni njerëz që keni vendosur të doni veten. Dhe kur fillon të duash veten, kërkon më shumë nga vetë. Ju uroj një javë të bukur, të begat. Nëse doni të meditoni, shkoni te Chakra Meditim në YouTube që kam unë, meditoni, të qetësoheni, më shkruani. Dhe do vazhdojmë përsëri javës tjetër, do t'u flas për Pleiadien, për agjentën e Pleiadieve, që populli jon vjen nga Pleiadiet. Flutura sa do tani na erdhe, unë kam 5 vjet që nuk shkoj të lak. Mirë bëre. Barda ja ke bërë mirë të përqafoj du fort. Barda është njeri i bukur, e kemi në New York, e du fort. Edhe unë të falenderoj shumë besniko, të kalosh një ditë shumë të bukur me shumë dashuri, me shumë pozitivitet. Dhe çdo gjë që të prekni të kthehet në gjë të artë. Ju falenderit shumë. Flutura mbaroi, do kërkojmë dies. Ishim gati, po mbojmë 1 orë fix. Nga 15:20 kemi arritur te 1 orë. Do ta bëjmë dhe më shumë. Edhe unë Barda të respektoj jashtëma, se të falenderoj shumë që më ke besuar. Të uroj një ditë të bukur me dashuri në Shqipëri, dhe kush është në Amerikë me dashuri përsëri, dhe kush është në vende tjera të botës. Shpresa dhe unë të falenderoj shumë. Më pëlqen shumë në rast. Kur fillon të duash veten, fillon të gjesh fjalët më të bukura. Javën tjetër do të flas dhe për një libër shumë të bukur që e lexova shqiptar. Do të flas, do të ndjek. Të falenderoj shumë. Faleminderit, do ta ruash live-in. Do mundohem, ja të shikoj. Po, besoj se do ta ruaj, ta rregulloj pak. Të përqafoj fort. Të përqafoj të gjithëve. Faleminderit.